Çe ke atë motiku? Është metër, nuk e shikon që është metër. Shikoj edhe ata atje, ai është pus nafte, ka ndërtuar italianët rreth 100 vite më parë, vazhdon punon akoma. Tani urdhro këtu, shiko të masin pusin e ndërtuar nga Alpetroli. Kjo është teknologjia Alpetrolit dhe e gjën këtu e ke naftë në 2 metra thellësi. Kjo pas meje është rafineria e përpunimit të naftës në Fier. Është e vetmja që është ende në këmbë, por nuk rafinon më naftë. Vite më parë u krijua kompania shtetërore e naftës Armo, e cila kishte në menaxhim rafinerin e Fierit dhe atë të Baushit. Të dy rafinerit kaluan në privatizim dhe si përfundim mbetën si kolateral në banka. Rafineria e Baushit u shit për skrap, ndërkohë kjo e Fierit u shit për një çmim të turpshëm prej 5 milion eurosh, aq sa kushton kati një pallati në Tiranë. Edi Rama erdhi në pushtet duke premtuar rindërtimin e industrisë shqiptare të naftës, por në 13 vitet e pushtetit të tij, ne sot kemi të papaguara nga industria e naftës 80 milion euro energji elektrike, 300 milion euro taksa dhe tatime, 10 milion euro rrogat papaguara, si dhe ju të gjithë ne paguajmë çmimin më të shtrenjtë të naftës në Europë.